Miqtë e nderuar, ju përshëndes kudo që t'jeni në këto çaste të bukura, në tokën e bukur që Zoti na ka bekuar në Shkupin ton. Ju përshëndes nga ky lum i freskët që sjell këtë freski mas kësaj dite shumë të nxehtë që ishte sot. E falenderojmë Zotin që gjithmonë ai sjell për ne freski. Sot pasi që e pata ditën, erdha këtu, desha të freskohem me një pije, edhe veç tash të ndaj disa këshilla me ju. Sidomos ju që merrni me shitjen e produkteve apo një lloj shërbimi që ofroni drejt pas drejt, keni punë me klient. Sado e vështirë që t'tingloje, sado e vështirë që t'jete, filloje ditën, domethënë unë bëj shitje, edhe kontaktoj shumë klienta ndryshëm, në ditët minimumi, domethënë foli me 10, ndoshta edhe më shumë klienta, kompani ndryshme, me recepcionista për hotele, me pronar të restoranteve, me pronar të bizneseve ndryshme. Edhe produktet që i ofroj dua domethënë t'i ndaj me ju që merrni me shitje. Mbaje veten gjithmonë të vetë motivuar, të stimuluar dhe mbaje vetbesimin në nivelin më të lartë. Nëse ti nuk do të kesh vetbesim, besom, ajo do të vërrehet edhe të bashkëbiseduesit. Unë sot i kam realizuar 24 thirrje me klientët e mi, të cilët potencial kum kërkuar shitje, prej 24 thirrjeve, 8 thirrje kanë përfunduar me shitje. Jo më jashtëzakonisht i lumtur, sepse mënyra e komunikacionit, mënyra e drejtë për drejtë se si komunikohet me klientin ka një rol të madh. Prandaj ti që merresh me shitje, nëse dëshiron të dish disa sekrete se kur të parashtrosh pyetje, çfarë dush ti thuash, domethënë blerësit potencial në për telefon, domethënë edhe ta bësh shitjen dhe ta shesish produktin, ka fjalë kyçe që përdoren, që të ai domethënë ti thesh ato barrierat apo ato pengesat apo ato rrugët që ti mund të të pengojnë drejt realizimit të asaj shitje. Sidomos nëse përgjigjen telefon sekretaresha apo recepcionistja në hotel, si duhet domethënë të arrish deri te menaxheri për me fol, t'ja prezantosh edhe potencialisht domethënë t'ja shesesh. Nëse dëshiron të mësosh rreth këtyre teknikave të shitjes që unë i praktikoj tash shumë muaj dhe vite në të kaluarën, lirisht më kontakton. Edhe mundet një me një të flasim dhe të tregoj se cilat fjalë duhet t'i përdorish me menaxherat dhe si ti kalosh këto barriera. Edhe një herë, kjo ishte vetëm një këshill që ndova me të gjithë ju që punoni me shitje. Sales, puna e shitjes është art në vete dhe nuk është vetëm si tjera herë shembull produktet që janë e hap dyqanin, e mbush raftet me produkte dhe pret shitje. Shitja është art, shitja është komunikim, shitja është dashuri, shitja është përkujdesje, edhe shumë tipare tjera. Unë e falenderoj përzemërsisht, domethënë Zotin që më ka ndihmuar me anë të literaturës të cilët e kum shfletu në të kaluarën time. Një prej autorëve të cilët më kanë ndihmuar për shitje është Brian Tracy. Edhe ju keni libra në gjuhën shqipe të shumta. Nëse dëshironi që ta zhvilloni aftësinë tuaj komunikuese dhe të dini se si të komunikoni me blerësin potencial apo me klientin tuaj potencial dhe më vonë domethënë të shndrohet një klient ideal që të dëshirojë të bashkëpunojë, atëherë më kontakton sepse dua të ndaj diçka të mirë. Respekte dhe kaloni bukur kudo që jeni. Fala dhe Zoti ju bekoft.